Qeveria në detyre e Kosovës ka njoftuar ndarjen e 2 milion eurove për zbatimin e masës mbështetje e mërgatës në kuadër të pakos ringjalljes ekonomike me qëllim subvencionimin e linjave ajrore që lidhin Kosovën me destinacione prej nga vjen diaspora. Sipas qeverisë, fondet do të përdoren për të mbështetur fluturime drejt aeroportit ndërkombëtar Adem Jashari gjatë sezonit veror deri në fund të tetorit në mënyrë që të sigurohet ardhja e mërgatës në vend gjatë muajve korrik dhe gusht. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se vendimi është marrë për të lehtësuar kostot e udhëtimit për diasporën në një kohë kur rritja e çmimit të karburantit rrezikon anullimin e disa fluturimeve verore. Sipas tij, pak të ndërhyrje, një pjesë e konsiderueshme e bashkëdhëtarëve mund të mos arrinin të vizitonin Kosovën gjatë verës, gjë që do të ndikonte negativisht edhe në ekonomi dhe lidhjet familjare me diasporën. Qeveria thekson se kjo masë është e ngjashme me praktikat të shteteve të tjera në rajonte më gjërë të cilat subvencionojnë linjat ajrore të nxitur lëvizjen e pasagjerëve dhe turizmit. Megjithatë, vendimi ka nxitur reagime të forta në vend nga opozita dhe shoqëria civile, të cilët e kanë cilësuar të diskutueshëm në aspektin e transparencës dhe përdorim të fondeve publike, duke i lidhur ato me zgjedhjet e 7 qershorit dhe duke i konsideruar si blerje votash. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, akuzoi qeverinë se po e përdor buxhetin e shtetit për qëllime politike dhe për blerje vote në prag të zgjedhjeve. Sipas tij, në vend që të fokusohet në projekte strategjike energjetike dhe të zhvillimit, fondet publike po përdoren në mënyrë të papërshtatshme, duke e quajtur vendimin një abuzim me buxhetin e qeverisë. Qeveria i ka mohuar këto akuza duke theksuar se nuk bëhet fjalë për subvencionim të biletave apo organizim të udhëtimeve për qëllime elektorale, por për mbështetje të drejt për drejt të linjave ajrore për të siguruar vazhdimsinë e fluturimeve. Sipas saj, masa synon të parandalojë anullimin e fluturimeve gjatë sezonit veror dhe të ruajë lidhjet e rregullta të diasporës me vendin, duke e theksuar se mërgata ka rol të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës. Debati pritet të vazhdojë në ditët në vijim, ndërsa çështja e përdorimit të fondeve publike në prag të fushatave zgjedhore mbetet një nga temat kryesore politike në vend, pasi më herët qeveria e Albin Kurtit për të dytën herë radhazi ashtu siç bëri në muajin dhjetor ndau edhe nga 100 euro për grupe të caktuara, por që kanë të drejtë vote në Kosovë.